rubrikat tuaj me Albanën, mishet e gjeta, mirëmëngjesi. Si jemi sot? Me energjin, me shijen, me oreksin? Pula të rritura në natyrë, është edhe ke imja që në më të mirën e mundshme. Këto janë një shpejt që mua më pëlqejnë më shumë. Bukur fort. Edhe me perimet e stinës. Nuk do t'i ndahemi, kemi akoma. Normalisht, ushqehemi dhe me perimet e stinës që t'jemi më të dorë, mama. Më të shëndetshëm. Më vital, më të qeshëm, më solar. Ja, pra kështu shkon, gjia vetë pastaj. Më ngacmo më. Jemi në prag dimri, në prag virozash. Viroza ka pa fund. Edhe ndryshe nga viroza e më pashme, këto me zikin. Nëse dikur e kalonim kështu në kollë në qikë temperaturë, ruf. Këto zgjasin dhe nuk mbarojnë. Rikthehen prapë. Dhe sa më të zgjatura janë vitit, aq më shumë zgjasin edhe këto. Ndaj edhe ushqyerja është një pikë fortë që duhet të kemi parasysh të gjithë ne. Po do thoni ju tani, po themi Albana se po bën sot ja të tavën me kungull ti do na zgjasin vitet. Po kështu vjen ajo, tava me kungull, sopa nesër. Po gur bëhet mur, gur bëhet kalaja. Tjetër kemi ndonjë shprehje tjetër? Do na vi rrugës. Bravo. Atë ne le të shojmë atë rrugën me guricka të vogla, që të bën më pas të bën kaldrëmë dhe më pas asfalt direkt. Këto janë recetat tona që nisin në rrugën e asfaltit. Me atë makinë vallaj, as me benzinë, as me naftë, po me gaz. Na çon fare. Urdhëro, ja ku kemi këtu. Do të shtoj kungullin direkt. Tav me kungull, e kuptuat recetën. Që e kam prer normalisht në rondele. Kam qepën. Kripa, piperi, erca që unë i kam të renditura këtu me radhë. Pra kam kripën, rigonin, piperin e kuq paprikën, po të doni ju, dhe pse mos të doni, për unë e kam opcionale, normalisht më të vendosni keri, i kam thënë që keri ka të gjitha erzat, nga 6 dhe që e kemi me 12, ne nuk e kemi këtu. Normalisht, më pas filloj me galetën, llojet e djathrave, që më duhet një djath i fortë, më pas një djath i butë, dhe ku të shkoj, dhe jo më kote preka unë se ato pulat të rritura në natyrë. Me vezët. 3 vezë. Me 3 vezë, po, me 3 vezë. Kete të kuqe sot? Të kuqe. Po mirë. Janë masa... Sa unë nuk janë. Medium. Unë jam largë. Por... Njëra është me madhë. Madhësi të ndryshme. Unë jam largë. Jam largë, pak me ekstra largë. Atëre, të gjitha këto janë produktet, dhe normalisht e mirave është që nuk mungojnë asnjëherë bimët aromatike, po çfarë i shkon? I shkon koperi, i shkon te kosi që unë dua të vendos, që t'jetë një dressing. Po të dua unë dhe po të doni ju, nëse ne bashkëpunojmë bashkë sepse shijet janë të veçanta, normalisht tek vezët kur t'i ra mund të shtoj edhe kos. Po mirë. E shohim rrugës. Edhe unë filloj bëj prerje tani. Kungulleshkat, këto të errtat. Ngjyrë jeshile errët, të prera në disqe. Ky është hapi i parë. Qepën pashtu në gjysmë hëne. Ja, opa, fillon. I shtoj të gjitha bashkë. Ja, këtu ishte të gjitha bashkë. Një pjesë. Kripe. Edhe kjo është galeta. Një pjesë. Galet. Pakës fare piper se më duhet për pjesën tjetër. Speci kuq. Normalisht edhe keri. Kerin e kemi në mënyra të ndryshme, në pluhur e kemi na vjen vetëm i tillë, kurse kemi në pasta që janë në 4 lloje, është i kuqi, është jeshili, pak si jeshil që themi ne. Është për karkaleca, është për mishin e pulës, është për mishin e viçit, që në përgjithësi e përdorin aziatike. Zihen aty të ndryshme. Por ka një shije shumë të veçantë në pastë. Të gjithë masën këtu, dhe po të dua unë për shembull, po pse mos të dua, po të dua unë. Edhe pse po të dua unë, sepse unë e di që do doni dhe ju. Patjetër. Po të shtë pak vaj ulliri. Shumë pak, kaq. Do t'i bëte një përzierje të mirë me duar. Në masazhim shumë i mirë. Shumë i mirë. Kam një letër që e kam lagur. Si është vendosur? Furrën e kam para ngrohur. Gjë që me mundësinë e parë që më vendos tavën, normalisht është e ngrohur dhe fillon pjekja direkt. Në sa e kam vënë unë? 200, 215, 220.
gradualisht e shohim edhe më vonë temperaturën, pra lëngjet përthithen tani nga galeta, qep, kunguj, erëza të ndryshme bashkë me kerin dhe pak vaj ulliri. I bëj të gjitha të hapura që të jenë, jo dyshe. Dhe jemi shumë në rregull. Duket që nga produktet që nuk do na marrë dhe shumë kohë në pjekje, sepse di këto kungullesh kanë plus qepa, sa pak duan të kalojnë në furrë. Mua më duhet, jo që të më marrin gjurë, absolutisht jo, sepse ne mos presim që të bëhen të marrin gjurë. konsumueshme. Thjesht ato zbuten pak sa që është një kungull që konsumohet edhe, kemi thënë që edhe në sallata, kështu siç është e pagatuar, se është e tillë lloji patjetër, në kungullit. supat më të mira që janë supa detox, janë kur ato përdoren me spinaqin e freskët baby, me bimët aromatike që janë të freskëta dhe siç janë të freskëta dhe unë shpejt, pa Dhe pjekim tani që të kalojmë tek pjesa tjetër, pra tek ndërthurja tjetër e recetës, të vendosëm për të pjekur perimet, së bashku lexojmë edhe grupin e përbërësve të tjerë, të djathit, të kosit, të vezëve, dy llojet e djathit, pra tek pjesa e salcës kemi mbetur që do ta shërbejmë këtë recetë, kos, 2 lugë majdanos, hudhër, koper e freskët. Ndërsa pjesa tjetër e sipërme është me 1 kg kunguj, 1 qep, 3 vezë, buke thekur e bluar, djath parmigiano, djath mozzarella, vaj ulliri, krip rigon, piper i zi, piper i kuq. Tani do të përgatisim këtë salcën dhe më pas kemi edhe atë tjetrën që do servirim recetën, kur të piqet. Takos vaj, si zarar madhe që është Androniki. Që me një shiki me qanë vezën. Energjie. Vezë o vital. Një raje shumë të mirë. Ama, tani fillon tani. Po, çfarë do të them? Që kanë omega 3, që kanë proteina, që janë shumë të mira cilësore. Po, që vinë nga pula e rritura në natyrë, që ushqehen mirë. Nëse pula ushqehet mirë, veza merr gjitha vlerat elemente që duhet, nga ato kalojnë tek ne, kur ne konsumojmë. Dhe zgjedhim mënyra të ndryshme përgatitjes së vezëve. Djera, poshe, omlet, me mareng, buk me vezë, tost me vezë. Kaq më erdhën për momentin, për mëngjese. Po çfarë do më kaq këto janë? Nga një për çdo ditë javës. Do themi ne për kjo është problemi kur zgjaten, ose kur themun tek ato recetat. Dëgjoj, keni receta që zgjaten. Ja pra këto thotë dhe gocat, e veza e zjer. Pastaj nëse ju tetë veza, do ju dalin 10 lloje zjerje vezësh. Dhe po themi ato me minuta i bjen kot në kot. Ja pra kështu, shkurt, sakt dhe në mënyrë precize, siç është vetëm kol kajon. Tash do të thoshë veza vital. 3 vezë, çfarë do shtojmë? 3 vezë. Marr i raha sa. Jo, ke drejt me zirien ato, se kanë ato të verdhën e fortë. Është kompakte, dhe kur është e verdha kompakte, do thotë që është shumë e freskët, ishte edhe pakës kos. Përse do të bëhem unë koprace, duke qenë se unë e kam dhe për dresingun, për salcën e bardhë. I trash, na duhet fiks i tillë për këtë recetë. E shpërbëj mirë. Sa praktik që është, shtojmë parat pak tërshër dhe ha mëngjezin. Dhe një kokër vezë. Mëngjezin si e do t'i të ëmbël apo të kripur? Me thënë drejtën, unë kam shumë gabim, por unë kam shumë vite që unë nuk s'konsumoj mëngjese. Di që e kam gabim. E ha kështu vonë, e ha si brunch, mëngjes drek bashk. Po. Si nga mesi, mes paradite. Po sepse nga gjithë gjithmonë që ajo, mesi gjithmonë, ajo zgjidhja e artë. Duko, unë mbaj mend që dikur gjysha ime, do them gjysha ime, si gjitha gjyshet, por unë me gjyshen time jam rritur të shikoja. Pra, gjyshet tona. Bravo. Për ëndër të ndyer. Ço është mëngjes herët, në orën 5-6 ishte bërë mëngjesi, ishte bërë dreka, kishte bërë drekën në orën 6. Edhe hante një në orën 11, dhe një në 5-6.
kishte në rregull. Edhe thosha, o nëna pse han kështu? Tani që po vi dhe po shikoj, pra është gjëja më ideale që ti vërtet në mëngjes mund ta thyesh me 4-5 bajame. Ato bajame faktikisht nuk po, harror bajame. Ti thash nuk kam mëngjes, pas kam gënjur. Ja, më 4 bajame. Ai ha 4-5 bajame. Po, çfarë do ti? Do pas buke ato. Po. Ato janë para buke dhe mbas buke ato. Kur ma ta radis. Vetëm mos se te pro. Mos se te pro. Ja ku kam edhe gati për zjerjen. Recetën e kemi lexuar. Tu do të shtoj pak koskos. Nuk më duhet fare ta holloje. Krip. Dhe asgjë tjetër. Do marr. Është shoqërusja më e mirë, jo e nuseve, por gatimeve të ndryshme kjo salcë, sepse i ka të gjitha aromat brenda. Kjo salca kremoze delikate, shumë e mirë në strukturë që e shoh patjetër edhe në shije, do të na bëj që ato perimet e pjekura ti lyejmë aty dhe ti shijojmë. Nëse nuk do vendosni keri, normalisht kërkon që të vendosim pak hudhër. Keri i ka vetë të gjitha dhe prandaj ka dhe plurin e shtoa hudhrës, vetëm kripën dhe kerin. Turmerikun, po, edhe erëzat të tjera. Kaq. Këta e vendosën frigorifer. Mirë se erdhët. Përsëri vazhdojmë me punën. Përgatisim bashk tavën me kungulleshka, me qep, djath, kos, erëza, disa lloje erëzash dhe vezë. Produktet i kemi lexuar, kemi ndarë në 2 pjesë recetën, poqëm në furr kungulleshkat edhe qepën, të marinuara, të shtuara brenda edhe pak galet për të përthithur ato lëngjet që do të lëshojnë nga pjekja. Dhe tani procesi vazhdon në këtë mënyrë. Përgatitëm salcën, kjo salca që do të jetë shoqëruese për ta shërbyer recetën, që ka brenda një kos të trash dhe keri. Të aromën fantastike dhe shumë të shëndetshme. Nga tava e madhe do ta transferojmë në një tavën e kekut për shembull. Duke i shtuar letrën. Nuk e pres letrën deri në fund. Pra, lë pak ansoret jashtë. Do marr tavën. Që kemi sa pak minuta i lam, 10 minuta gati, sa të zbuten kungulleshkat dhe po ashtu edhe qepët. Përthithen dhe ngjiten mirë erëzat në to. Ky është procesi që i ndodh në furr. Erëzat duke kontaktuar me nxehtësinë lëshojnë dhe më shumë aromat e tyre, potencialin e tyre të vlerave. Tani e marrim dhe i transferojmë në tavën e vogël. Po të doni ju mund t'i kaloni dhe tek mbledhim dhe në tavë zakonshme, Po, ne duke patur parasysh që jemi në ekran dhe i kushtojmë rëndësi dhe anës estetike të recetave. Se duhen bërë fotot, duhen sjell bukur në ekran, ndërsa në shtëpi nuk na gjykon njëri. Jemi ne ata që e vëzhgojmë, jemi ne ata që e shijojmë, familjarët po ashtu. Ndaj edhe Albana thot po doni në një tavë të zakonshme, po doni në një tavë të tillë që të shtoj, të ketë më shumë sy. Djathin e fortë. Tani djathi ka çkavall dhe djath pice ose djath mozzarella, një djath i butë. Ajo masa e duhur. Ajo masa cheesy që do thoshin. Por, që të jemi shumë të sinqert, çfarë janë gatime me djatra shumë normalisht është e gabuar. Kur përzihen lloje të ndryshme djathrash. Sepse kanë më shumë yndyrë, por ne kam dhe produkte që vërtet që janë të garantuara.
do të shtoj masën tjetër. Pa u lodhur, fare, sepse ju tash më keni mësuar, që unë i bie shumë shkurt. Ja, opa. Pra, letra si një konike, si një kon. I vendosëm pra në shtresa. E ndihmojmë me pak galet pjesën shtresën e fundit dhe të gjithë masën e perimeve e vendosëm në 2 shtresa, në mes ka djath. Ne përdorim pak djath kaçkavall, e jep dhe atë aromën dhe ka dhe një shije shumë të mirë në tava. Djath i fortë. Opi largoj këtu. Dhe çfarë i mbetet tjetër? I mbetet pjesa e lëngët tani, recetës, duke qenë se u shtuan disa herë shtresa pak me galet, duke shtuar vezët dhe kosin, mpiksja do të jetë edhe më e mirë. Normalisht që do marrë dhe një tavë rumbullake, që të vendoset për të zier në një farë mënyrë. Pra një tavë rumbullake që kemi në fund aty, Nikim, ndjes? Me ujë, do ta mbushim me pak ujë në fund, apo jo? Jo, fare, po mjafton që edhe po të kulloj masa e... Ja, rrofsh, ja, kjo është. Edhe po të kulloj masa, do t'jetë në... Ja, kështu. Mëse e kuptueshme, shumë e thjeshtë edhe kjo tavë. Bëjmë një përmbledhje tani sepse përfunduam, do ta vendosim edhe një herë në furrë të vazhdoj procesin e pjekjes. Tavë me kungulleshka. Kur e lexon, duket sikur o tava po, i vendosim kungulleshka ti pjekim, por jo, ka dhe produkte të tjera. Ja, 1 kilogram kunguj do t'i prisni në rrath, 1 qep, 3 vezë, 40 gram buke thekur, djath parmigiano, djath mozzarella ose djath kaçkavall, djath të butë që keni ju në shtëpi, vaj ulliri kri prigon, piper i zi dhe piper i kuq, në erëzat më të zakonshme të përdorura në tryezën tonë, salca për ta shërbyer, 2 lugë kos, majonez, gjithashtu, hudhër, koper e freskët. Atëherë, të gjitha unë kam kaluar, pra të gjitha unë kam zëvendësuar hudhrën, gjithçka e kam zëvendësuar me... Tekeri, sepse i ka të gjitha. Tekeri, sepse i ka. Atëherë, siç e kam, e shikoni, puthitja shumë e mirë, djathrat janë me shtresa dhe direkte në furrë. Për sa minuta? Minutat që i duhen, do të na shërbejnë të përgatisim recetë tjetër dhe në fund ta servirim dhe tavën me kunguj, sepse besoj se do të jetë gati deri në fund të hapësirës të gatimit.